Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të PDK-s, Telegrafi ka realizuar një sondazh online për të matur opinionin e lexuesve rreth pasardhësit të tij të mundshëm. Në sondazh ku kanë marrë pjesë 2309 votues, shumica prej tyre, 39%, kanë vlerësuar se Bedri Hamza duhet të jetë kryetari i ri i ardhshëm i PDK-s. Menjëherë pas tij renditet Samil Ushtaku me 13%, ndërsa Agim Aliu dhe Uran Ismaili kanë marrë nga 11% secili. Vlora Çitaku ka marrë 7%, ndërsa Shaqir Totaj vetëm 3% të votave, ndërkohë 15% e pjesëmarrësve kanë zgjedhur opsionin tjetër. Dorëheqja e Krasniqit erdhi pas mbledhjes së kryesisë së partisë, ku ai deklaroi se ka qenë nder për të udhëheqë PDK-n dhe se partia ka kaluar shumë sfida gjatë kohës së udhëheqjes së tij. Memli dha dorëheqjen 5 muaj pas rizgjedhjes në krye të partisë për një mandat të dytë në qershor të këtij viti. Në fjalën e tij, ai bëri të ditur se konventa e PDK-s do të mbahet më 17 nëntor, ku do të zgjidhet kryetari i ri. Ky vendim nuk është as i momentit dhe nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit, është reflektimi i gjatë i imi mbi atë se çfarë i duhet më shumë partisë në fazën e ardhshme, deklaroi Krasniqi. Sipas tij, PDK-ja ka nevojë për një momentum dhe një mundësi të re për familjen demokratike. Ai po ashtu shtoi se në zgjedhjet e ardhshme, kandidati i PDK-s për kryeministër duhet të jetë njëkohësisht edhe kryetari i partisë. Memli Krasniqi ka hequr dorë nga drejtimi i Partisë Demokratike të Kosovës të mërkurën pasdite. Këtë vendim ai e bëri të ditur përmes një konference për media, ndërsa në Rubicon ai foli ekskluzivisht për prapaskenat që e quan të marrë këtë vendim. Ndër të tjera, Krasniqi foli edhe për atë nëse i ka njoftuar edhe ish kryetarët e PDK-s që tashmë janë në Hag, Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, për vendimin e tij për të dorëhequr. Ata janë njoftuar sot edhe përmes mediave. Sot ka pasur seancë gjyqësore, ka dëshmuar ish ambasadori Hill, por disa nga miqtë e kolegët tanë që janë pjesë e ekipeve mbrojtëse kanë pasur mundësi t'i njoftojnë në përpauza, tha ai. Krasniqi tha ndër të tjera se nuk i ka njoftuar paraprakisht, pasi sipas tij s'po kemi mundësinë t'i takojmë shpesh. Mëtej Krasniqi ka thënë se nuk e ka menduar kurrë se do të kishte një rrugëtim të tillë politik. Ai tha se shumë e vështirë ka qenë dita e parë kur e ka marrë drejtimin e partisë, sesa dita kur hoqi dorë nga ajo. Pak krahasimisht ka qenë në ditën kur jam zgjedhur kryetar. Ka qenë një nder i madh, besim i jashtëzakonshëm, pikërisht se ishte në një moment kur tani më vjen keq ta them, por ju e dini të gjithë, ka pas një farë gjysmë shkapërdredhje brenda subjektit ton. Një mungesë të besimit të madh, kishim rezultat shumë të ulët në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, kishim vetëm 5 komuna që udhëheqnim nga viti 2017, kishim përpara zgjedhjet lokale dhe mua më duhej të kandidoja kryetarët për rreth një muaj prej kur e mora detyrën, më duhej brenda një muaji të propozoja dhe të zgjidhja në një kryesi të re dhe t'i jap një drejtim dhe vizion PDK-s, tha mes të tjerash ish kreu i partisë. Ai shtoi se pesha dhe barra ka qenë jashtëzakonisht e rëndë në atë kohë, por tha se u është mirënjohës të gjithë kolegëve që e kanë ndihmuar në këtë rrugëtim. Megjithatë, Memli tha se nëse krahasohen dita e parë me të fundit, jo se ka qenë lehtë kjo e sotmja, sepse thash se ky vendim nuk ka të bëjë me lodhjen time, as pak, apo me ndonjë situatë zhgënjimi, përkundrazi. Por kjo thjesht ka ardhur si rrjedhoi një reflektimi më të gjatë, më shumë se një vit, sepse unë kam pasur një objektiv dhe një qëllim të përgjithshëm, që PDK-ja të rikthehet si faktor kryesor politik. Normalisht se objektivi për të fituar zgjedhjet nuk ndodhi, por PDK-ja u rikthye te 200.000 votëshi që e kishim gjithmonë. Arritëm ndoshta rezultatin e dytë më të madh pa koalicione. Garuam me Bedri Hamzën për kryeministër, që ishte propozimi imi dhe besimi që ai do të duhet të ishte njeriu që garon. Me një listë që më shumë kemi pasur prurje të njerëzve që na janë bashkuar se sa krejt partitë e tjera që kanë garuar bashk, tha Memli Krasniqi. Ndër të tjera, ish kreu i PDK-s tha se pati dëshirë që të bëjë një qeveri e ish partive opozitare, por tha se kjo nuk ndodhi. Pra ishte një angazhim për ta kthyer PDK-n si forcën e paevitueshme politike, gjë që është evidente tani, dhe po ashtu për të rikthyer besimin e votuesve tanë tradicional dhe qytetarëve përtej nesh. Dhe kjo ka ndodhur. Por objektivi im ka qenë që Hamza të jetë kryeministri i Kosovës. Megjithatë, ne për pak nuk e arritëm këtë gjë, nuk arritëm të bindim partitë e ish opozitës të bashkohemi në një qeveri, përkundër që formalisht ne i kishim numrat, në rast se kjo do të ndodhte, do të shpallja zgjedhjet e brendshme brenda partisë, i përmbushur dhe nuk do të konkurroja për një mandat të ri, u shpreh Krasniqi.